Gjithsesi, sepse je mësuar duke luajtur në fusha më të mëdha, nuk diskutohet, por besoj ndryshon ndjenja kur dje kishe të pranishëm me gjithë shkollën, aq shumë shokë dhe shoqe, duhet ke qenë një ndjenjë ndryshe. Po, ishte një emocion i mirë, i madh, kishte familjar të mi dhe të shokëve të mi, nxënësit e gjithë shkollës ishin aty, plus kishte edhe musafir tjerë, apo familjarët e të ndjerit. Dhe për neve ishte shumë emocioni i mirë për ne, edhe besoj që fitoria jonë e ka bërë edhe mas mirë. Besoj, sepse një turnej e rëndësishëm me vlerë, besoj ka një peshë të madhe, bëhet në kujtesë, si shenjë kujtese apo kujtimi për një njeri shumë të vlefshëm për gjithë gjimnazin dhe juve. E kuptoni, më thënë, e kuptoni atë peshen, e ndani atë ndjesin me gjithë që luajtë dhe që morët pjesë? Po, ne do ta kemi kujtim këtë gjithë jetën dhe gjithashtu fotot tona të klasës dhe të klasës të cilës luajtëm kundër në finalen, do t'jenë të varura edhe në rame në shkollë, që edhe gjenerata tjera pas nesh do ta shohin kush e ka fitu. Ashtu.